Pas takimit në kryeministri, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, së bashku me kryeministrin Edi Rama, ju drejtuan Pallatit të Kongreseve ku ka nisur punën Forumi i investimeve mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Kryeministri Edi Rama ju bëri thirrje europianëve për ta parë Ballkanin si një horizont të ri zhvillimi dhe jo më si një obor i pasme i Europës. Nga kërkesa jonë për anëtarësim të Oreksi ynë për rritje, po përvijohet një hartë e re, jo në letër, por në hapjen tonë të ardhurit bashkë e më afër Bashkimit Evropian në fluksin e turistëve dhe investimeve europiane dhe në zgjimin e një ideje të thjeshtë, por të fuqishme që Ballkani Perëndimor nuk është obori i pasëm i Europës e as lagja e tij e dorës së dytë, por horizonti i tij i ri. Sipas kryeministrit, integrimi i Ballkanit Perëndimor duhet të jetë jo një çështje gjeografike, por një strategji e mirëfillt. Zgjerimi apo bashkimi nuk mund të ketë të bëjë vetëm me gjeografinë, duhet të ketë të bëjë me inteligjencën strategjike. Ballkani Perëndimor nuk është një problem për t'u zgjidhur, por një zgjidhje që pret të integrohet. Ndërsa presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ftoi investitorët të shohin me përparësi Ballkanin Perëndimor për të investuar. The time to invest in the Western Balkans is now. Koha për të investuar në Ballkanin Perëndimor është tani. Më vjen mirë të shoh kaq shumë prej jush sot të gatshëm për të përfituar mundësitë e biznesit që krijohen nga një integrim më i afërt. Nëse zgjidhni Ballkanin Perëndimor, zgjidhni Europën. Ursula von der Leyen prezantoi disa nisma konkrete që pritet të ndërmerren në Ballkan. We are setting up a network of Po ngrem një rrjet fabrikash të inteligjencës artificiale në mbar Europën dhe këto janë vende ku bizneset dhe startupet tona mund të zhvillohen, të trajnohen dhe sot mund të deklaroj që ne do të hapim fabrikat tona të inteligjencës artificiale në Ballkanin Perëndimor. Shembulli im i dytë ka të bëjë me energjinë e pastër. Zhvillimi i teknologjive të klasit të lartë të pastër është jo vetëm jetik për planetin, është jetik edhe për konkurrueshmërinë tonë. Presidentja e Komisionit Evropian do të zhvillojë një tur edhe në vendet e tjera të Ballkanit, ku pas Tiranës do të vizitojë Malin e Zi.